Dinjitet, krenari e liri. Këto fjalë na vinë në mendje sa herë flasim për epopen e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, forcat serbe sulmuan shtëpitë e familjes Jashari në Prekaz, duke lënë të vrarë mbi 50 antar të kësaj familje. Komandanti legjendar Adem Jashari dhe familja e tij u përballën heroikisht me forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë për 3 ditë rresht. Nga Baca Shaban deri te Blerina e vogël, Jasharët e mbrojtën lirinë e popullit ton deri në vetë flimin e tyre të plot. Heroizëm të tillë nuk njeh as historia botërore. Sot, ne kujtojmë sakrificën e familjes Jashari dhe rezistencën e tyre. Ngjarjet e Marsit, 28 vjet më parë, janë shtylla më e fortë mbi të cilat është ngritur shteti ynë Kosova. Pas 5, 6 dhe 7 marsit 98, Ushtria Çlirimtare e Kosovës do të rritej si një ushtri vullnetarësh në cilën do të mobilizoheshin të gjithë ata që kishin vullnetin dhe guximin për të luftuar për çlirimin e Kosovës. USHK-ja luftoi deri në pranverën e vitit 99, kur NATO-ja bombardoi caqet serbe. Bombardime këto që zgjatën 78 ditë. 78 ditë deri në çlirimin e Kosovës. Kosova sot është e lirë, fal sakrificës së familjes Jashari dhe gjakut të dëshmorëve. Lavdi.